Bashkimi Evropian është në pritje të përgjigjes pozitive të ofertës së tyre për të lehtësuar në zgjidhjen e situatës politike dhe aferës së përgjimeve. Zëvendës kryeministri për eurointegrime Fatmir Besimi njoftoi gjithashtu se BE-ja është e gatshme që përveç ndihmës me 3 deputet për rivendosjen e dialogut, të ofrojë edhe ndihmë shtesë në procesin gjyqësor. Sa i përket dialogut politik, duhet të ketë përgjigje pozitive në ofertën e Bashkimit Evropian që europarlamentarët ta lehtësojnë këtë. Është me rëndësi që kërkesa nga Bashkimi Evropian është dialogu të rifillojë sa është e mundur më shpejt dhe e dyta procesi gjyqësor të zgjidhet sipas parimeve të sundimit të së drejtës apo funksionimit të ligjit, të jetë proces me institucione të pavarura dhe transparent, deklaroi Fatmir Besimi. Lidhur me informatat për formimin e Komisionit Qeveritar për harmonizimin e qëndrimeve për stemën e shtetit, Besimi rikonfirmoi qëndrimin e dhënë nga Musa Xhaferi, i cili kohë më parë mohoi ekzistimin e një komisioni të tillë. Ndërkaq parimisht ai tha se partitë konsultohen për çdo çështje. Sa i përket temës konkrete, nuk kam çfarë të shtoj lidhur me atë që tani më ka deklaruar zotri Xhaferi, ndërsa sa i përket temës së përgjithshme, përse përfaqësues të partive politike diskutojnë tema të ndryshme, është praktike më hershme që për tema që janë politikisht sensitive, paraprakisht koordinohen ndërmjet partnerëve të koalicionit me të gjithë ata që mund të ndihmojnë, u shpreh Fatmir Besimi, zëvendës kryeministër. Këto komente Besimi i bëri pas takimit të sekretarit për ekonomi të BDI-s që sot zhvilloi përgatitjet e fundit në prag të Kongresit që do të mbahet gjatë fundjavës. Në panelin kushtuar politikave ekonomike ishte i ftuar edhe Erhard Buzek, ish zëvendës kancelari i Austrisë dhe drejtori i Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore, si dhe kryetarët e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore dhe lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë.